Shpëtova. Ishte shumë argëtuese. Ishte argëtuese. Çfarë do bëjmë tani? Nuk e di. Si thoni ndiq kryetari? Jo, nuk dua ta luaj këtë lojë. Pres mendje, nëse Barni di ndonjë lojë tjetër. Përshëndetje të gjithëve. Çfarë po bëni? Nuk e dim, nuk mund të vendosim. Di ndonjë lojë që mund ta luajmë ne? E po, të shohim. Është kërcimi i bretkosës, dhe loja me litar, Shikoni. Hapa dollapa, ose vigani shkurta biqi, ose me pasa. Hey, ku shkuan të gjithë? Qenë fantastik. Mund ta përkëdhetim? Sigurisht. Përshëndetje Barni. Përshëndetje Susan. Përshëndetje Çora. Kemi bixhe. Qeni yt është ky? Po, ajo quhet Pilgrim. Përshëndetje Pilgrimi i bukur. Shoku, ajo është mrekullueshme. Do doja të kisha dhe unë një qenë si ky. Dëshiron të kujdesesh për të sa ti postoj këto letra? Patjetër, do ishte fantastike. E po faleminderit, do të them shumë shpejt. Zito, vere shtruar. Ç'kemi Pilgrim, si ke qenë vogëlushe, është që qenë mrekullueshme apo jo, Barni? Ashtu është. Dhe nëse do mund të fliste, do të thoshte të njëjtën gjë për ty. Miqtë të tanë kanë zëra të veçanta, ashtu si unë dhe ti. Nëse mund të flisni dhe të këndoni, sa bukur bota do t'ishte. Sa bukur bota do t'ishte. Nëse një qen kap do këndonte një këngë, çfarë këngë do t'ishte ajo? Nëse një qen kap do këndonte një këngë, do ishte hum hum hum. Do lete dhe të gjithë tinjonte me një hum 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 hum. Qeni mirë. Nëse një qen i vogël do të qeshte, ai çfarë do të bënte? Nëse një qen i vogël do të qeshte, do bënte jip jip jip. Do vraponte, do kërcente, do të lehte, dhe do bënte jip jip jip. Miqtë të tanë kanë zëra të veçanta, ashtu si unë dhe ti. Nëse mund të flisnin dhe të këndonin, kjo botë më e bukur do t'ishte. Kjo botë më e bukur do t'ishte. Qeni mirë. Ktheva, si u soll Pilgrimi? Ishte fantastike. Mirë. E po kemi disa punë për të bërë, shqemi më vonë. Pafshir. Kam një ide. Po sigur të sjellim qen tan këtu në park dhe të organizojmë një shfaqje për kafshët. Mund të bëjmë një shfaqje super fantastike për qen. Edhe mund të bëjmë një paraj të bukur me qen. Dhe mund t'i veshim për një garë kostumesh. Po, dhe më pas mund të zgjedhim më të mirën nga të gjithë. Kjo mund të jetë pak e vështirë, por jam i sigurt se do të jenë të gjithë fitues. Do të lëm ty të vendosësh. Ti mund të jesh juria. Dakor, do të jetë fantastike. Dhe unë do të dorëzoj çmimin. Shkojmë të marrim qen. Mirë pra, shkoni. Mirupafshim. Do të ketë edhe një qen. Po, sa duket ne jemi të vetmit pa një kafshë shtëpiake. Çfarë do të bëjmë? Edhe unë kam një qenush. Vërtet? Dhe pritso të shoh shumë i bukur. Do kthehem shpejt, më shu largo. Në rregull. Barni, besoj unë jam i vetmi pa një qenush. Dhe do të më pëlqente shumë që ta kisha një. E di që mund të jetë e vështirë kur e dëshiron vërtet diçka, BJ. Po, të besoj. Sa do të doja të kisha një qenush. Dëshiroj që dëshirat e mia të mos mbeten në mes. Por sa herë që një dëshirë unë shpreh, më duhet gjatë të prej. Se shel gjërat nuk ndodhin ashtu siç duam ne. Duket se kohën unë të më po e qoj, të shoh se çfarë do ndodh. Dëshiroj që dëshirat e mia të mos mbeten në mes. Por sa herë që një dëshirë u shpreh, më duhet gjatë të pres. E di, BJ. Se nuk ndodhin gjërat, se nuk shfaqe shpejt. Vështirë të presësh me paturim kur mund të duhen vite. Unë dëshiroj që dëshirat e mia të mos mbeten në mes. Por sa herë që një dëshirë u shpreh, më duhet gjatë të pres. Dëshiroj që dëshirat e mia të mos mbeten në mes. Por sa herë që një dëshirë u shpreh, më duhet gjatë të pres. Çdo gjë do të shkojë mirë. Dakor, jemi të gjithë gati.
mirë se erdhët të gjithë në shfaqjen tonë të qenve. Tani të shohim qend. Ky është qeni im, Çula. Oh, përshëndetje Çula. Dhe ky është Fleshi. Flash, wow. Dhe ky është qeni im Koko. Oh, Koko, sa i bukur. Dhe ky është qeni im i mirë Laki. Oh, bëj për vete, Laki. Dhe ky këtu është qeni im Fluffy. E po, ky është një qeni pa zakon. Po, sepse është i padukshëm. Kjo do të thot që ju nuk mund ta shikoni sepse është me gjoja. Wow, Fluffy, riujt djalosh. E po, si juria zyrtare e shfaqjes, mendoj se ka ardhur koha të shohim numrat që mund të bëjnë qend. Jepi Çula. Këtu? Vazhdo, ec. Nuk është e nevojshme të kesh një gëzof, që të bësh numrat që qeni im bën. Të gjithë të lejmë hum, sepse është bukur të bësh numrat që qeni im bën. Prit. Urt, Fluffy. Nuk është e nevojshme të kesh një gëzof, që të bësh numrat që qeni im bën. Të gjithë të lejmë hum, sepse është bukur të bësh numrat që qeni im bën. Bravo që nushi vogël. Nuk është e nevojshme të kesh një gëzof, që të bësh numrat që qeni im bën. Të gjithë të lejmë hum, sepse është bukur të bësh numrat që qeni im bën. Të gjithë të lejmë hum, sepse është bukur të bësh numrat që qeni im bën. Të lumt, Fluffy. Oh, kjo ishte fantastike. Tani të bëhemi gati për garën e kostumeve. Po, të shkojmë. Dakor. Le të shkojmë. O, Shoko, do doja të kisha një qenush. Çfarë po ndodh, Barney? Oh, po bëjmë një shfaqje me qen. Oh, kjo është fantastike. Por e dini, pash BJ-in atje tej dhe mu duk pak i trishtuar. Kam frikë se është i trishtuar. Ai donte të merrte pjesë në shfaqje, por ai nuk ka një qen të tij. E po, ndoshta mund ta ndihmoj unë. Oh. Përshëndetje BJ. Ç'kemi Suzan, ç'kemi Pilgrim. E di, doja të dija nëse mund ta fusi Pilgrimin në shfaqje në vendin tim. Vërtet? E thua me vërtet? Sigurisht. Faleminderit. U do kujtesem shumë mirë për të. E di që do ta bësh. Për pak harrova. Duhet ta veshësh pak. Ja kështu Pilgrim. Shkëlqyeshëm. Në rregull. Të lumt Pilgrim. Në rregull të gjithë, gjeni vende për të ulur. Dakor. Tani është momenti për garën me kostume. Në fillim kemi Rachelin dhe Çulën me fanellën e basketbollit. Dhe tani Olivia me Flashin janë veshur si nuse pashk. Eva dhe Koko janë balerina të bukura. Ryani dhe Lucky me sa duket po shkojnë për peshkim. Dhe tani vjen Baby Bob dhe qeni sa i padukshëm, pjongo të njëjta. Dhe në fund, por aq i rëndësishëm, vjen BJ dhe Pilgrimi me kapele të njëjta. Përshëndetje miq. Tani është koha për pjesën e fundit të shfaqjes, parada e madhe e qenve. Sa qejf. Ja parada po fillon dhe çdo qen e dëshiron më i miri të dalë në garë. Po ecin me një ritëm dhe ka një fytyrë të lumtur tek marshojnë tutje tu. Të gjithë janë të bandur, të gjithë krijojnë një band, por secili prej tyre është i veçantë. Ne sa shumë gëzojnë, tek i shohin që marshojnë, me padurin po presim, se kush do ta fitoj. Po është e vështirë
mirë se kushdo jet më i mirë. Të gjithë ata duken si fitues. Ne shumë po gëzojmë, parada tuaj se përfundojnë, me padurin po shohim, se kur do ta fitoj. Dakor, Barney. Kush është qeni më i mirë nga të gjithë këta këtu? E po, Po. prit sa të mbledh pak pikët këtu, të llogaris pak mesataren dhe... Oh, kujtja merr të mendja. O, çfarë ka ndodhur, Barney? E po, me sa duket të gjithë qenë janë fitues. Dhe kjo do të thot, vendi i parë është për të gjithë. Wow! Oh, ka përse? Pilgrimi u kënaq shumë PJ. Jo, është vërtet kjo qeni mrekullueshëm. Ashtu është. Edhe ty të ka shumë qejf. Ndoshta mund ta sel ndonjëherë në park dhe ti mund të luash me të, si të duket. Mendoj se është fantastike. Faleminderit që kujdese për të. Pa problem. Oh, faleminderit të gjithëve që i sollët qenë tuaj sot. Kafshët shtëpiake janë miq tanë dhe një mik është vërtet një gjë e veçantë. Jam i lumtur që je këtu, bashkë shumë mirë do ja kalojmë, kudo që të shkojmë, çfarëdo që të bëjmë, s'ka më mirë se sa me një shok si ty. Çdo gjë është më mirë me një shok. Çdo gjë është më mirë me një shok si ty. Të luajmë, sajojmë, çfarëdo që të bëjmë, s'ka më mirë se sa me një shok si ty. Çdo gjë është më mirë me një shok. Çdo gjë është më mirë me një shok si ty. Të luajmë, sajojmë, çfarëdo që të bëjmë, s'ka më mirë se sa me një shok si ty. Të luajmë, sajojmë, çfarëdo që të bëjmë, s'ka më mirë se sa me një shok si ty. Oh, mirë pafshim. Oh. Është koha për kutin muzikore të Barneyt. Nëse di që je i lumtur për platuar, nëse di që je i lumtur për platuar, nëse di që je i lumtur dhe fytyra të pregon, nëse di që je i lumtur për platuar. Më duket sikur ka ditë të tëra që bjeshi. Javë. Muaj. Vite. Për një kohë të gjatë gjithsesi. Oh, çfarë jeni duke parë? Përshëndetje Barney. Oh, tundja tjeta të gjithëve. Ne ishim duke parë shiun. Ne donim të luanim për jashta, por kishte shumë shi. Oh, por shiu është shumë i mirë për lulet dhe pemët. Por nuk është aq i mirë për ne. E po, a do të ishte i mirë për ju në qoftë se këto pika shiu do të ishin karamele dhe çamçakiza? Kjo do ishte Do ndryshe. të më pëlqente shumë. Ashtu mund të jetë nëse përdorim imagjinatën. Oh, oh. Sikur nga qelli të binin karamele, o çfarë shiu do të ish? Gojën do hapja, të gjitha do t'i haja. Sigur nga qelli të binin karamele, o çfarë shiu do të ish? Oh, do të ishte fantastik. Sikur nga qielli të bini çokolata, o çfarë bore do të ish? Gojën do hapja, të gjitha do t'i haja. Sigur nga qelli të binin çokolata, o çfarë bore do të ish? Oh, jepini. Oh. Sikur nga qelli të binin karamele, o çfarë shiu do të ish? Gojën do hapja, të gjitha do t'i haja. Sigur nga qelli të binin karamele, o çfarë shiu do të ish? Oh, do t'ishte vërtet bukur. Kjo do të ishte fantastike, Barney. Oh, mos. Vazhdon të bjerë shi. Dhe ne akoma nuk mund të luajmë jashtë.
Oh, por ne mund të bëjmë gjëra të tjera. Si për shembull? Oh, si për shembull, të bëjmë muzikë. Oh, po. Në rregull, të shohim se çfarë kemi këtu. Bie bongove. Edhe unë. Oh, prisni pak të gjithë. Nuk është e thënë t'i bini të gjithë bongove. Ka edhe instrumente të tjera, si kjo këmban, apo ky trekëndësh, apo xilofoni. Por unë dua t'ju bie bongove. Edhe unë. Ndoshta duhet të bëjmë diçka tjetër. Për shembull, të përgatisim drekën. Oh, në rregull. E gjeta, mund të bëjmë sikur hapim një restorant. Oh, Me menu. Dhe kamarier dhe klient. oh, dhe sigurisht do na duhet një shef. Ai është ai që gatuan ushqimin. Shefi. Edhe unë. Jo, unë. Por dua të bëjmë unë. Me sa duket të gjithë duan të bëhen shef kuzhine sot. Nuk jam i sigurt se si mund të funksionojë kjo. Mund të përfundojmë në një rrëmuj të madhe. Mendoj se kemi gjithçka që na duhet. Po qëndroja në kuzhinë, por ria me miqtë e mi dhe vendosëm të bënim një supë. Do të jetë shumë ndryshe, sepse do të ketë diçka nga çdo grup ushqimor. Edhe do ta quaj mish, mash, sup. Dhe nuk e dim se shije do ketë. Do jetë pak e çuditshme, do të jetë pak e veçantë. Por ne dëm nuk do ta çojmë, jo. Pra bukëm hedhin brenda, dhe në pas hedhin pa qumësh, dhe mos harroni të hidhin një peshk. Dhe fruta dhe perimet që do hedhim më pas. Do bëjmë një gjellë shumë të veçantë. Edhe do ta quaj mish, mash, sup. Dhe nuk e dim se ç'shije do ketë. Do jetë pak e çuditshme, do jetë pak e veçantë, por ne dëm nuk do ta çojmë. Jo, ne dëm nuk do ta çojmë. Mirë. E shikoni edhe disa gjëra të Po edhe tjera. një peshk tjetër. Edhe një tjetër. Plus dhe këtë. Edhe këtë tjetrën. Oh, mendoj se tani është gati. E ku do shërbejmë këtë supë, ne? Po, nëse jemi të gjithë kuzhinier. Nuk mbetet njëri tjetër për të ngrënë ushqimin. Ne nuk kemi asnjë klient në restorant. Kjo situatë ngjan pak me atë që ndodhi me bongot, apo jo? Çfarë do të thuash, Barney? Po, ju të gjithë doni të luani të njëjtin instrument në të njëjtën kohë. Dhe për këtë arsye, askush nuk luajti fare. Kjo më kujton një ndodhi që i ndodhi lepurit, kojotës, drerit dhe ariut. Cilën kojot? Cilin lepur, cilin ari? Për çfarë ke fjalën? Po, ky është një tregim shumë i vjetër që e tregojnë vendasit amerikanë të quajtur populli Kutenaj. Uluni dhe unë do t'ua tregoj Më historinë. duket argëtuese, shkojmë. Pra, a jeni rehat? Po! Në rregull. Tregimi ynë fillon thellë në një pyll ku një herë një kohë jetonte një kojot. Një ditë, kojota ishte duke fjetur kur një lepur kaloi andej afër me shpejtësi. Vras mendjen, për ku po shkon kaq shpejt ky lepur? Ndoshta po afroj një stuhi. Më mirë po shkoj edhe unë. Ndërkohë, në një pjesë tjetër të pyllit, dreri po bënte ushtrimet e tij kur papritur. Ku po shkon kaq shpejt lepuri? Dhe pse po ndjek kojota nga pas? O jo, duhet të katërën zjarr. Më mirë të vrapoj edhe unë. Jo shumë larg nga aty, ariu po peshkonte në një burim të freskët kur Ku po shkon lepuri? Edhe pse po e ndjekën kojota dhe deri nga pas. Diçka e tmerrshme duhet duke i ndjekur. Më mirë po shkoj edhe unë. nuk kaloi shumë, ariu ju afrua drerit, i cili ishte kaq i lodhur sa ju desh të ndale. Pse? Po vrapon drer? Isha duke ndjekur
Kojotën. Bëhe mirë, të pjesim Kojotën se çka ndodhur. Shkojmë. Rrugës, ata gjetën Kojotën. Ashtu si dreri, edhe ajo ishte lodhur dhe ju desh të ndalonte. Pse po vrapon? Kojot. Kur pash lepurushit të vraponte, e ndoqa dhe unë. Më mirë të pyesim lepurin sepse po vrapon. Shkojmë. Por ata nuk e gjetën lepurin, derisa arritën tek shtëpia e tij. Përshëndetje Kojot, dreri Veriu, çfarë kërkoni këtu? Ne të pam që po vrapojë në përpyll. Kështu vrapuam edhe ne. Po afron ndonjë stuhi? Mos ka rënë zjarr? Mos vallë po na ndjek dikush, të lutem thuaj. Pse po vraponim ne? Nuk e di për juve, për mua më duhet të mblidhja karrota nga kopshti im. Histori shumë e bukur. Faleminderit Barni. Ishte një kënaqësi për mua. Nuk mund t'i besoj që të gjitha kafshët ndoqën lepurin nga pas. Ata as që po mendoni se çfarë ishin duke bërë. Ata thjesht po ndishin atë lepurin çapkën, ashtu kohët parë sy. Pak a shumë siç po bënim ne. Ne të gjithë donim të bini bongove si Viktori. Dhe ne të gjithë donin që të ishim shefi, vetëm sepse ishte Viktori. Nuk është e nevojshme që të bëjmë të njëjtën gjë. Apo jo, Barni? Jo, nuk është e nevojshme, Nathan. Ju të gjithë mund të bëni gjëra të ndryshme, sepse ju jeni të gjithë të ndryshëm, dhe kjo ju bën kaq të veçantë. Ti je i veçantë, je i vetëm ti, nuk ka njeri si ti. Në të gjithë botën nuk ka njeri që të bëj gjërat që bën ti. Se ti je ndryshe, ndryshe, të gjithë janë ndryshe. Nuk ka as njeri në botë si ty. Se ti je ndryshe, ndryshe, të gjithë janë ndryshe. Nuk ka as njeri në botë si ty. Ti je i rëndësishëm, o je vërtet si ty, nuk ka njeri. Bota është më mirë sepse je ti, ta dish të duam shumë. Se ti je ndryshe, ndryshe, të gjithë janë ndryshe. Nuk ka as njeri në botë si ty. Se ti je ndryshe, ndryshe, të gjithë janë ndryshe. Nuk ka as njeri në botë si ty. Të gjithë? Nuk ka as njeri në botë si ty. Sa qip. Barni ka të drejtë, ne mund të bëjmë shumë gjëra të ndryshme. Po. Atëherë, çfarë do të bëjmë tani? Më duket se e gjeta. Mund të bëjmë muzikë dhe këtë herë mund të zgjedhim instrument të ndryshëm. Kjo është një ide mrekullueshme, Mund të bëjmë Tracy. xilofonit. Unë po marr trekëndçe. Unë po marr këto zilet. Dhe unë do t'i bie bongove. Ne mund të bëjmë shumë gjëra të ndryshme, sepse ne të gjithë jemi të ndryshëm. Dhe për këtë, unë ju kam shumë gjanë. Unë të dua ty, mua më do ti, familja jon ka lumturi, eja fort të put të përqafoj, më të mirën të uroj. Ti më do, unë të dua ty, shok të ngusht jemi tani, shok besnik të ri, eja fort të përqafoj, të put më të mirën të uroj. Ju dua vërtet? Hej, shikoni, shiu ka pushuar. Sa mirë, shkojmë të luajmë. Në rregull, mirupafshim, jemi së shpejti, u kënaqja shumë sot, mirupafshim.